Një përplasje mes gjimnazistëve në Durrës ka degeneruar në dhunë të rëndë pas ditën e së martës duke lënë të plagosur rënd një 15 vjeçar. Ngjarja u zhvillua jashtë ambienteve të gjimnazit Dom Nikol Kaçorri, ku dy adoleshent kishin lënë të takoheshin për të sqaruar një konflikt që kishte nisur fillimisht në rrjete sociale dhe më pas ishte reflektuar në një debat brenda shkollës. Sipas burimeve, të dy të miturit kanë bërritur në vendin e takimit të shoqëruar nga disa shok, gjë që çoi në përshkallëzim të menjëhershëm të tensioneve. Debati verbal ishte kthyer shpejt në përleshje fizike, ku janë përdorur mjete të forta dhe mjete prerëse. Në kulmin e konfliktit, 14 vjeçari dyshohet se e kanë qelluar me thik bashkëmoshatarin e tij, duke i shkaktuar plagë të rënda. I mituri u transportua me urgjencë në spitalin rajonal të Durrësit, ku po merr trajtim nën kujdesin intensiv. Ndërkohë, policia ka nisur menjëherë kërkimet dhe pas disa orësh ka arrestuar 14 vjeçarin e dyshuar si autor të sulmit. Gjatë operacionit është sekuestruar dhe mjeti prerës i përdorur në ngjarje. Drejtoresha e shkollës deklaroi se konflikti ka ndodhur jashtë institucionit dhe se një ditë para incidentit të dy nxënësit kishin ndjekur mësimin në mënyrë të rregullt. Autoritetet hetimore po vijojnë punën për të zbardhur plotësisht rrethanat e incidentit të rënd. I mituri tashmë përballet me akuzat për plagosje të rënd me dashje dhe mbajtje të armës së ftohtë pa leje.